Administratori i kompanisë AMG SHPK, e cila importoi 13.5 ton mish pule me bakterinë e salmonelës, është ndaluar nga policia, por më pas është lënë i lirë nga prokuroria për të hetuar në gjendje të lirë. Arben Goxha ishte shpallur në kërkim për importimin e disa tonëve mish pule nga Brazili, i cili kishte rezultuar infektuar me bakterinë e salmonelës. Arben Goxha akuzohet për importim, prodhim, shitje dhe ruajtje e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Megjithatë, në njoftimin e policisë thuhet se pas konsultimit me prokurorin, u vendos procedimi në gjendje të lirë për 50 vjeçarin. Policia ka proceduar penalisht të lirë edhe vëllana e Arben Goxhës, Mont Goxhën, po ashtu administratori i kompanisë Dimal SHPK për dyshimin e tregtimit në Shqipëri të produkteve ushqimore që kanë në përmbajtje bakterinë e salmonelës. Në hetim janë marrë dhe 3 inspektorë të AKU, Gëzim Hushi, Sada Lufta, Aldo Sinjari. Ata akuzohen për shpërdorim të detyrës pasi në cilësinë e inspektorëve të AKU, me veprimet dhe mosveprimet e tyre, kanë lejuar futje në treg të këtyre produkteve. Mishi pulës mbërriti në portin e Durrësit më datë 11 mars, përmes një reagimi zyrtar AKU njoftoi se pas analizave të bëra në ISOUV më 21 mars, ishte identifikuar bakteri salmonel në ngarkesën e ardhur nga Brazili dhe se po koordinonte gjurmimin dhe bllokimin, por nuk saktësoi sasinë e hedhur apo sasinë e identifikuar dhe bllokuar, edhe pse produkti kishte 10 ditë që ishte shpërndar në treg dhe ishte bler nga konsumatorët.